Pastrimi i ngushticës së Ormuzit nga minat mund të zgjasë 6 muaj dhe nuk ka gjasa të ndërmerret para përfundimit të luftës. Ky është raporti që Pentagoni i dërgoi Kongresit Amerikan, shkruan Washington Post. Ligjvënësve amerikan iu tha se Irani ka vendosur më shumë se 20.000 mina në ngushticën e Ormuzit, disa prej të cilave janë vendosur nga distanca duke përdorur teknologjinë GPS, duke e bërë të vështirë për forcat amerikane të gjenin ato ndërsa po vendoseshin. Të tjera, shpjeguan zyrtarët e Pentagonit, janë vendosur duke përdorur anije të vogla. Sipas raportimit të mëparshëm të CNN, Irani filloi të vendosë mina në ngushticë në mars, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhduan fushatën e tyre të bombardimeve të nisur më 28 shkurt. Në ditën në vijim, Pentagoni raportoi sulme ndaj anijeve iraniane të afta për të vendosur mina. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth shkroi në rrjetet sociale se SBA-t po i shkatërronin ato anije me saktësi të pamërshirshme, dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë terroristët të mbajnë peng ngushticën e Ormuzit.